Të hënën, 2 ditë para skatimit të afatit, shtesë për miratimin e kodit zgjedhor është paralajmëruar se Levica do të iniciojë një takim. Siç dihet, partitë në pushtet, në takimin e koordinatorëve të mbajtur të martën, u propozuan partive opozitare që të arrijnë marrëveshje për zgjidhjen e re, përfshirë edhe votimin e diasporës, dhe sa ata do të pranojnë gjithçka që do të propozojnë. Sot ata sërish bën thirrje që të harmonizohen dhe të përshpejtohet dinamika, në mënyrë që të kapet momenti i fundit për përmbushjen dhe të hapen të 10 pikat e agjendës së reformave. Baza, platforma na celo ова кое што ние го зборувавме, за кое што да потсетам било прифатено, е дека до 39.2028 година телото кое што е надлежно за спроведување на избори, Државната изборна комисија, ќе го утврди начинот и сите овие прашања кои што тие ги поставуваат на пресконференцијата би биле надминати и решени. Дали за електронско, дали за поштенско гласање, сето тоа нека го договори ДИК до 39.2028 година. Сето она кое што смета опозицијата дека би било лоша практика, нема да го прифатим. Оставаме на нив, нека го направат тоа, нека го напишат во пречистен текст на закон, нека го донесат и ние го прифаќаме. Nga Lidhja Shqiptare insistojnë që të ketë votim të diasporës, përndryshe paralajmëruan se do ta bllokojnë ligjin. Gjatë takimeve mujore mes partive për kodin zgjedhor, Lidhja Shqiptare kishte propozimet e veta për njësi zgjedhore, për modelin e financimit dhe për shumë çështje të tjera, por ne ishim në fokus të konsensusit. Ajo nga e cila nuk heqim dorë është mundësia që diaspora të votojë në zgjedhjet lokale. Është kaq e thjeshtë. Nëse kjo nuk mundsohet, do të vazhdojmë të bllokojmë ligjin e nënshkruar nga disa parti. Opozitarja LSDM përsëriti se gjithë kjo është përpjekje e Mickoskit për manipulime zgjedhore, ndërsa diaspora, sipas tyre, ka të drejtë të votojë me modelin ekzistues. Ние не сме против тоа право. Ние сме против неконтролирано гласање кое отвара простор за масовна изборна кражба. Електронското гласање без контрола или гласањето преку пошта без соодветни гаранции е исто така опасно. Разликата е само во методот. Но најважно од се е следново. Изборниот законник за Мицкоски не е цел, туку изговор. Тој и неговата криминална група не сакаат да го донесат овој закон, за да имаат алиби зошто не ја исполнуваат реформската агенда. Edhe Eurokomisarja Marta Kos në konferencën e përbashkët për media me kryeministrin Mickoski u bëri thirrje partive që të arrijnë marrëveshje të përbashkët për kodin zgjedhor dhe ta votojnë atë në kuvent.